Rrugtimi jonë drejt kësaj pune ka fillu qysh heret me Fidanin, me vllahun, si 2-3 në shkollën fillore, deri sa kena rri në vitin 2008 dhe kem fillu me Loni Dekorin me një diçka shumë të vogël, shumë familjare, i angazhu në maksimum. Edhe unë edhe Fidani kam fillu sukseset, e Loni Dekorit ka fillu rritja, kam fillu idet për me kriju një diçka që në atë kohë as nuk e kom imagjinu as në qefet e mia. Diçka që më kujtohet mas shumti janë fjalët e babës për me fillu me këtë biznes, se na veç e dishëm si punë, kishëm punu ka pak diçka ma herët. Edhe gjithçka që ka ndodhur me Loni Dekorin, më lidh me pjesën e babës tanë të ndjerë, i cili e ka pas një qasje të mirë të në kohë, me vazhdu se është punë mirë, e gjani veten, edhe prej aty kena fillu ka ecë shumë mirë, qau dasht prej neve, dasht angazhimi edhe vullneti i punës, po asnjëherë nuk kum paramendu ose kena mendu që një ditë Loni Dekor ka më ardhë edhe ka me kanë një diçka cila është sot. Pjesa e mobilerisë është një prej pjesa më të stresune dhe më të që dën shumë angazhim, po ka pas shumë asnjë momentesh që ju kanë shumë stresuse, shumë të ngarkune, për nesër me dal mirë para dikuj që e ke marrë punën, para një klientit që ne ka besu punën neve. Loni Dekor është një familje e dytë për neve, një familje e madhe, në cilën bojnë pjesë familjarë të mushtë të mitë edhe stafi cili punon për Loni Dekorin. Jam shumë falenderues se mrena stafit na kena pas edhe kem shumë djemë të mirë, shumë punëtor që e kanë dhënë maksimumin e vetë për Loni me konë sot ai cili është. Unë menoj që raportet mes neve edhe stafit tonë janë shumë të mira, që kisha dashur mu përmirësu hala, po nuk e di ku mënet me kanë ajo pika që mënet me shku më lart. Jemi ambient shumë të mirë, me një staf që e jep maksimumin e vetë, shumë profesionist, që e dën punën, e dën Loni Dekorin, është i lidhën shpirtnisht. Na përshëndetu me kolegë, me stafin tonë, sikur ti shumë kanë dikun jashtë, na njoni, na vizit largës, si na pa kas disa. Është atmosferë që është e përditshme. Kështu që jam shumë falenderues për pjesën e stafit cila është këtu, edhe kem prej atyne që nuk janë më pjesë e Lonit, që edhe ata i falenderoj shumë për atë pjesën e mirë dhe kontributin që e kanë dhënë sa janë kanë pjesë e Loni Dekorit. Kanë kërkesë e klientave, nevoje tregut, nevoje bashkëpunëtorëve të mi cilët na operojnë bashkë me ta. Këto 2 fabrika, këto 2 linija kanë për bazë edhe qëllim kryesor e kanë tregun e Evropës. Na veç derisa po flasim këtu, veç kanë fillu kontratat e para me sofat më herët, me alumin dhe me plastik këtu ditë sa e na kanë të punu, edhe qëllimi edhe synimi kryesor është tregu i Evropës.